Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Pa humbur kohë, shkurtimisht ju njohëm me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjekim. Pas narratisje spektakolare të paraburgosurit Altin Doci nga Spitali i Durrësit, ku transportua për vizitë mjekësore, arrestohen 8 punonjës të burgut të Durrësit, mes tyre zëvendës shefi i policisë të burgut Desdemon Pazaj, krye infermieri i burgut Aulon Çuko dhe Violeta Uka, personeli i shërbimit të brendshëm. 5 arrestuarit e tjerë janë personeli grupit të shoqërimit. Ende nuk ka asnjë gjurmë nga Altin Doci, i arratistur dje nga Spitali i Durrësit, ku ishte shoqëruar për vizitë, person me precedent të rënd kriminal. Në videon e siguruar nga Report Televizion, Doci shfaqet kur zbret në parkimin e spitalit, jo me një makinë të sigurisë së lartë, por me ambulancë. Ai nuk duket i prangosur dhe ka vigjilencë të ulët sigurie. Doci mundi të arratistet pasi dënoi 2 efektivët që e shoqëronin. Nga gjurmimi rezulton se kamera e fundit e ka fiksuar atë duke u drejtuar drejt Tiranës, ku dyshohet se fshihet. Në fshatin Obot të Shkodrës ende ujë mban të rrethuara banesat, strukturat vijojnë të qëndrojnë me varka për çdo nevojë të banorëve. Në ujë janë tokat bujqësore në Dajç. Në fshatin Spiten të Lezhës, 10 hektar të përmbytur ku sot protestojnë banorët. Stabilizohet situata në fshatin Asturkas të Fjelit, i cili u përmbyt nga vërshimi i Semanit, por ende në ujë janë në toka bujqësore. Në fshatin Dardhës të Pogradecit, sot pritet nis puna për hapjen e rrugës që ka bllokuar 5 fshatra. Pas kritikave dhe reagimeve të ashpra, Universiteti Italian Tor Vergata tërhiqet nga tarifat fillestare për programin e përbashkët të studimit në mjekësi me Universitetin Zoja e Këshillit të Mirë. 220 studentët e pranuar në këtë program përmes diplomës përbashkët, të cilët do të zhvendosen në Tiranë për të vjuar studimet, do të paguajnë të njëjtin tarif shkollimi si student në Rom, 3.100 euro në vit, dhe jo sa ishte parashikuar në marrëveshjen e mëparshme, shuma që arrin deri në 10.000 euro në vit. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka mbritur në godinën e kryeministrisë në Kosovë, ku është takuar me kryeministrin Albin Kurti. Sorensen u takua dhe me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe më pas do të vijojë vizitën e tij në Beograd. Kujtojmë se vizita e Sorensen në Prishtinë është pjesë e një turi më të gjerë në rajon, gjatë të cilit ai pritet të zhvillojë takime me nivelin më të lartë politik në Kosovë dhe Serbi.